Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shenjës së Peshorës. Do bëjmë leximin e radhës për ju. Kam ofruar dhe mikrofonin se kam ankesa që nuk po dëgjohem mirë dhe uroj që kësaj radhe të dëgjohem. I bëj këto video për të dëgjuar absolutisht. Të dashur Peshor, ke një zë të fortë dhe një zemër goxha të mençur, por duket sikur për një kohë të gjatë ke zgjedhur të heshtësh. Arsyet I dini ju. Të duash një heshtje të durosh në paqe. Kjo nuk të ka bërë më të dobët, përkundrazi, të ka rritur. Por tani, po ndryshojnë gjërat. Universi të pyet. Kështu thot letra, a je gati të flasësh për të vërtetën? Të dashur, këtu kam mbretëreshën e zileve, kështu quhet kjo, dhe 6 të zileve. Absolutisht do fillojmë me këto. Një kujtim nga e kaluara, po troket, ta them kështu, në zemrën tënde. Mund të jetë një ndjenjë, një person, një situatë që ende të flet. Mos e refuzo. Mos u mundo ta shtyesh larg. Ka ardhur për të shëruar. Nuk do thot patjetër një person, të dashur Peshor, mund të jetë një situatë. Ka ardhur që ta kuptosh më mirë veten, jo për të trazuar apo për të çliruar, por për të parë apo hapur syt në një mënyrë tjetër. Brenda teje është një përplasje, se do t'i bëj prapë pastaj bashkë, po dua se çdo letër ka mesazhin e vet. Një përplasje po mban një betejë që ndoshta s'është më e nevojshme. Ajo vlen ende të luftosh, apo je vetëm duke mbrojtur një version të vjetër të vetes, një e kaluar? Apo je vetëm duke mbrojtur një version të vjetër të vetes? Ndalo dhe pyet veten, të dashur Peshor, çfarë po përpiqem të mbroj? Dhe a më shërben ende kjo luftë? Ndoshta është koha për paqe. Po ndjen nxitje të veprosh, zemra të thotë të flasësh, të reagosh, të mbrosh veten, dhe ke të drejtë patjetër, por kjo letër të këshillon mos u nxit. Vepro me zgjuarsi, jo me vrull. Dije që gati për të folur, por dije edhe si ta bësh. Kur flet me urtësi, fjala jote bëhet e padiskutueshme. Do thot, je në një fazë ku ndjen nevojën për të shprehur atë që ke mbajtur për një kohë të gjatë brenda vetes, të dashur Peshor. Por varet gjithmonë si e thua, mënyra si e thua. Do të bëja të gjithë dallimin kjo, si e thua, jo çfarë thua. Fol, shprehu, çlirohu, por jo për të fituar, jo për të goditur, por për të qenë e lirë. Ti ke shumë për të dhënë, të dashur Peshor, dhe zëri yt, kur vjen nga zemra, është më i fortë se çdo armë. Nëse një e kaluar do të kthehet në jetën e juaj, nuk ke nevojë të luftosh asnjëri, por ta thuash të vërtetën, çfarë ke ndjer. Siç thash, po vjen të ju çliroj, të ju hap syt. Ndoshta jo për të qëndruar, dhe kjo është e mirë, të lahesh një herë e përgjithmonë me të kaluarën, të thuash atë çfarë nuk ke mundur të thuash, atë që e ke mbajtur brenda.